A vesh për thirë sonë të gjykata aty Prishtina e Oleksi, kimi po që shkanë bushashtrisë. Të i një, kështu që unë mendoj që nuk ka me qenë qash dhe me thene sa ka qenë protesta. Kur? Ose sa do të kishë qenë, që kur të ishë dalë vetë, të qëndrojnë balë dhe të vazhdojnë e jo me online. Është edhe fizikisht, po online po shpërndahet më shumë. Normal, fizikisht edhe me dalë me marrë guximin. Guxim të ka, të kanë deklarative. A nënshkruan personalisht, a nënshkruan Asim Haradinaj këtë peticion? Unë nuk e nënshkruaj këtë peticion, por nuk i bëj thirrje tjerëve të mos ta nënshkruajnë. Unë nuk e nënshkruaj sepse unë di arsyet e mia pse se nënshkruaj. A si ndan? Nënshkruaj të kom plan me nënshkruaj sepse është për mua hajgare, sepse unë nuk i besoj atyne që kanë shkruar këta, kanë shkruar më vërtet për politikë, sepse i një të dytë, të tretë, e të katërit, e të pestë që janë aty, që me di qiti rhaga sonte, ata i ikin vrat. Kështu që nuk e nënshkrujt për këtë arsye. Por, ndoshta si dekoracion do t'jeti mirë. Dekoracion? Po, për mua dekoracion, ky mas protesto, dekoracion, ka veprime ma konkrete, nëse kanë guxim dhe dinitet. Po ata as guxojnë, ata që kanë buë këto as nuk guxojnë në najtë prapa, edhe na koritin me bomi thirë ata. Vesh për thirë sonë të gjykata aty Prishtina e Oleksi, kimi po që shkanë bushashtrisë. Të i një, personalisht i një tonë. A kanë për çka me i thirë e Oleksi? Po këta përmes me pas me thirë e kanë zhvu online.